Një nga pyetjet më të shpeshta që na bëjnë pacientët është sa duhen limuar dhëmbët për kurora dhe faseta dhe sa shpesh duhen ndëruar ato. Për fasetat, limimi është minimal duke prekur vetëm pjesën sipërfaqësore të dhëmbit ose në disa raste të veçanta mund të përdoret edhe teknika no prep, pra pa prekur fare sipërfaqen e dhëmbit. Me qëllim që të ruajmë sa më shumë strukturë të dhëmbit natyral, në The Clinic punojmë ngushtësisht me teknikët tanë të laboratorit për të realizuar faseta të holla dhe shumë natyrale. Për kurora, dhëmbi limohet pak më shumë sepse kurora e mbulon plotësisht dhëmbin dhe rikthen funksionin dhe forcën. Sa i përket gjatësisë, si fasetat, ashtu edhe kurorat nuk kanë një afat fiks ndërrimi. Të gjitha punimet tona realizohen qeramik estetike për fasetat dhe zirkon në kurora, një material ky shumë rezistent që garanton rezultate afatgjata. Pra, nëse mirëmbahen siç duhet, ato mund të zgjasin shumë vite. Nëse po vlerësoni një nga këto trajtime për buzëqeshjen tuaj, një konsultë në The Clinic ju ndihmon të zgjidhni opsionin e duhur.